Natyrisht që unë nuk do t'i shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht do pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por dua të ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes mediave. Belinda Balluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjithë ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për pavarësinë tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucione të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonën, drejtësia të vetën. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kurdo herë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes spakut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë. Por kush i bën këto krahasime, nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pavajësisë Gjermania e ka në një piedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik, të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku, në Gjermani, gjykata i bën të pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Jo vetëm kaq, po në Gjermani dhe në tjera vende europiane drejtësia nuk merret me gërmime në të kaluarën e ministrive dhe të agjencive, sepse nuk e ka fituar pavarësinë para 10 vjetësh.
dhe nuk e ka filluar punën prokuroria e pavarur para 5 vjetësh. Po prej shekujsh, prezumimi i pavajsisë në Gjermani është në pjedestalin e artë nga kusht se ka zbritur askush, pa llogaritur kohrat e tmerrshme që ka kaluar Gjermania në një fazë të historisë vet. Kështu që atje nuk ka dyshime të natyrës historike mbi korrupsionin për të qëmtuar në për arkivat e dikastereve të qeverisë. Siç ndodh këtu, ku siç e thash, mbi 85% e çështjeve i takojnë mandatit ton të parë dhe dytë. Apo ndonjë çështje i takon dhe atyre paranesh, po ato të atyre paranesh janë çështje që nuk kanë ngut ato. Ndërkohë që 700 tenxheret e pazarit ton bubullojnë më shumë se asnjëherë për korrupsionin që na qen nga më i madh se asnjëherë. Dhe nga ana tjetër, as në Gjermani dhe as në demokracitë e tjera të konsoliduara të Europës nuk ka një kompani transporti prokuroria, ose më saktë nuk funksionon prokuroria si kompani transporti që merr male me dokumenta nga arkivat e ministrive e të agjensive dhe i çon në zyrat e prokurorisë. Madje, tani është arritur dhe një nivel tjetër. Se deri dje ishte niveli që një konkurrent i mërzitur pse humb një tender, i shkruan spakut, pa dhënë as edhe një provë, vetëm duke bërë fantazinë e tij, dhe hapet hetimi, mbi bazë dokumentash. A thua se shteti nuk i ka institucionet që merren me shqyrtim e dokumenta. Po tani kërrehen dhe futen në furgon edhe dokumentat e një tenderi që është në proces, që nuk ka mbaruar fare, është në proces. Po në Gjermani këto nuk i imagjinon dot njeri, sepse andej kufit mes problemeve administrative dhe problematikës penale janë shkruar përpara se sa ata të nxirrin shtyp shkronjën. Jo si në Shqipërinë e kësaj faze të re historike në drejtësi, kur drejtësia e pavarur duhet të rritet duke mësuar. Po duke mësuar në kurriz të lirive dhe drejtave të njerëzve. Duke mësuar edhe deri në dhunim të administratës apo të sipërmarrjes. Se është kollaj të marrësh të pandehur një tufë sipërmarrësish edhe ti linçosh publikisht. Po ata sipërmarrësit kanë kredi nëpër banka, ata sipërmarrësit kanë plane zhvillimi, ata kanë mira njerëz për të ushqyer dhe kur ju del emri ashtu bankat ju thonë stop, shkoni sqaroni një herë, pastaj hajdeni prapë. Ndërkohë që prezumimi i pafajësisë do të ishte i mjaftueshëm që dhe ata sipërmarrësit dhe ata punonjësit administratës të hetoheshin në gjendje të lirë, pa u linçuar publikisht, duke ju dhënë të gjithë respektin që meritojnë si qytetarë të Republikës së Shqipërisë, dhe madje duke pasur shumë mirë parasysh që mund të jenë pafajshëm. Dhe kundërshtarët tanë s'kan arsye ta kujtojnë përkundrazi, por ne s'duhet ta harrojmë për asnjë çast se ne jemi këtu për të çuar punët e shumta përpara, pa e ulur po duke rritur ritmin. Dhe prandaj u zgjata në këtë panoram mjegulle, sepse është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi shumë më tepër në punët tona dhe të përqendrohemi shumë më tepër në objektivat tona, duke parë të gjithë përpara dhe duke shmangur shikimet mbi njëri tjetrin, mendoj unë. Dhe sigurisht drejtësia ka detyrë të hetojë, të gjykojë, të ndëshkojë apo të pafajsojë krejt e pavarur prej nesh, ndërsa ne kemi detyrë të realizojmë objektivat.
të marrin vendimet e duhura dhe të zbatojnë programin për cilin jemi zgjedhur. Krejt pavarur nga drejtësia. Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vijë, por pasi të kaloj kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë, ku Shqipëria figuron si vendi me një rekord të zymt evropian, që unë e përsëris dhe e përsëris, dhe sfundmi u fut edhe në Guinness, si vendi unikal i botës, i planetit, i historisë botës, ku një gjykatës i jep drejt një prokurori, mbyllur atje 2 bashkë në një zyrë për të pezulluar një ministër. Apo ku një gjykatës apeli i jep drejt vetes që t'ja kërcasi kokës 2 fish dënimin atij që shkon ankohet në apel për të marrë një dënim më të lehtë. Këto janë rekorde për Guinness, këto nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Tani, për ta mbyllur, se nuk rrit dot pa e sjell këtu dhe një fakt tjetër. Në një bisedë para jo shumë ditësh me disa nga shokët e grupit, s'kishte as një shoqe, çuditërisht, mu tha trosh se unë duhet ndihem përgjegjës për reformën drejtësi. Cop. Natyrisht jo vetëm unë, se ka dhe një tjetër këtu që duhet të jetë përgjegjës. Por aty mu tha mua cop. Sepse jam unë fajtori kryesor që kjo reform ka prodhuar këto efektet e dëmshme anësore. Jam i bindur që jo vetëm ata, po duhet të ketë plot këtu që mendojnë njësoj si ata, dhe që edhe si disa ish mbështetës të flak të reformës në drejtësi në mexhelisë mediatik, i përmbledhin të gjitha këto në një fjalë që unë as e kam thënë dhe as do ta them ndonjëherë, dështim. Tani unë e mirë kuptoj zhgënjimin jo dhe aq të shokëve që e kanë votuar reformën apo kanë punuar për të, sepse ta quash dështim reformën drejtësi nga pozitat e mbështetësit dikushëm mediatik të saj, je në drejtën dhe mbas edhe në detyrën tënde për të vënë alarmin, sipas perceptimit tënd. Por ta quash dështim nga pozitat e grupit projektues dhe miratues saj, do të thotë të mos shohësh më larg ditës së sotme, të mos llogarisësh përtej kostove aktuale dhe të mos vlerësosh më shumë se sa komoditetin tënd. Ndërkohë që unë kam qenë dhe mbetem kokfort në mbrojtjen e bindjeve të mia, jam gjithnjë më pak rezistent ndaj mundësisë që ta kem gabim. Por jam interesuar të kuptoj kur kam gabuar, ku kam gabuar, që do thotë se kam problem të pranoj gabime. Kjo është provë e sigurt që nuk jam më i ri. Por sinqerisht jo vetëm që nuk e gjej asnjë arsye strategjike për ta pranuar opinionin se reforma në drejtësi ka dështuar, dhe as pak për kokfortësi, po e them prap këtu mbas gjithë këtyre që thash, 100 herë të thesha mbrapsht, 100 herë do zgjidhja reformën në drejtësi me të gjitha të mirat dhe të këqijat e ardhura prej saj, krahasimisht me alternativën, atë batakun e llahtarshëm, pa asnjë dritë të ardhme, pa asnjë shans për të marrë respektin e askujt dhe pa asnjë mundësi për të ndjerë i respektuar në rast se larg qoftë rruga të çonte nga ajo derë. Nuk i hedhun poshtë shqetësimet që ndan me mua shokët në fjalë, apo gjithçka që ju
ndani mes jush për problematikën e mprehtë të këtyre efekteve anësore në jetësimin e pavarësisë drejtësisë. Ashtu sikur unë respektoj shumë për hir të vërtetës, edhe pse nuk e ndaj opinionin atyre që janë thellësisht të zhgënjyer dhe që e thon publikisht nëpër media si aktor mediatik. Por ka një gjë që nëse gjithë tjerët mundet vetëm të konstatojnë, duke shkuar nga ekstremi i hosanave për drejtësinë që vret dhe pret, me gjyq pa gjyq, me prova pa prova, me drejt pa drejt, nuk ka asnjë rëndësi, sepse rëndësi ka të vriten e të priten sa më shumë njerëz tek ekstremi i deklarimit dështimit të reformës në drejtësi. Detyra jonë është të udhëheqim, duke qeverisur sa më mirë çdo ditë, pa u ndikuar në këtë proces nga hyrje dalje të drejtësisë në territorin që kushtetuta na e ka njohur si hapësirë të pavarësisë son, si dhe duke reformuar dhe përmirësuar në mëtej kuadrin ligjor të Republikës së Shqipërisë. Pa harruar ama asnjë çast se konteksti krejt i ri historik i negociatave të antarësimit na detyron të mbajmë pesha gjithnjë dhe më të mëdha në aspektin e parafrimit ligjeve tona me ato të Bashkimit Evropian, por dhe na jep mundësinë që të përfitojmë nga eksperjenca dhe ekspertiza më e kualifikuar në çdo fushë të interesit tonë dhe sidomos në fushën e shtetit të drejtës. Kush në radhët tona mendon sot se reforma drejtësi ka të shtuar, sepse dje ka menduar që ajo do zbatoj pa gjak, pa lot, pa djers, në radhë parë brenda familjes tonë politike, duhet ta gjej te vetja fajin që ka qenë dritë shkurtër. Ndërsa kujt është duke menduar se unë po i them këto fjalë pa i besuar as vet, apo se kështu i do drut mushka e Europës, ju them ktheuni tek fjalët e mia shumë herë më parë për drejtësinë. Para miratimit, gjatë miratimit dhe pas miratimit reformës, dhe pa filluar fare ky përshkallëzimi i pritshëm i viteve të fundit. E kam thënë dhe herë tjera unë që nga gjitha reformat që bën politika, kjo e drejtësisë, kur është e vërtet, është më e rënda, sepse lidhet drejt për drejt me lëkurën e politikës. Prandaj nuk u bë kurrë një reformë e vërtet në drejtësi, dhe prandaj nuk pati kur drejtësi në Shqipëri, dhe prandaj asnjëherë nuk e pan shqiptarët një njeri me pushtet të shkonte para drejtësisë, qysh nga viti 1912 deri kur ne së bashku, unë me ju, vendosëm të bëjmë reformën e vërtet duke hyrë detit në këmbë. Dhe e bëm. E bëm sepse o e bënim ne këtu, ose bënte dot askush tjetër. Njësoj si Shqipërinë 2030 në BE, o e bëjmë ne, o askush tjetër se bën dot. Shikojini vetë rreth e rrotull që nga hunjt e vjetër dhe të thyer që juve që shkoni e hyni në përzyrat e kuvendit i takoni për ditë korridoreve, tek filizat e rinj dhe të shtrëmbër që i keni nga ana tjetër e bulevardit poshtë dritares time, e deri tek ballisti Agron dhe komunisti Arlind, që i mbajnë syt të gjithë ke stacioni trenit, duke pritur që Spaku t'i hap rrugën njërit për kotecin e pulave qyl, tjetrit për kasollën e Kaligatit me yll. Unë nuk dua ta relativizoj problematikën e mprehtë, shumë të mprehtë të efekteve anësore të reformës në drejtësi. Përkundrazi, por dua që të sigurohem se të gjithë ne këtu do ta mbajmë shumë fort parasysh beben, përpara se sa të derdhim ujin e pistë, që do ta derdhim. Sepse reforma në drejtësi është një investim strategjik i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Për një ndryshim të pakthyeshëm historik në plot kuptimin e fjalës,
si pavarësimi i drejtësisë dhe çdo diskutim, reflektim apo vendimi yni si ligjvënës që zotrojmë jo rastësisht, thonë që kur populli zgjedh, populli ndjen. Dhe është ajo që populli ndjen që shtyn rezultatin në drejtime të caktuara që nganjëherë befasojnë të gjithë ata që i shikojnë gjërat nga lart dhe jo nga poshtë siç është njeriu i zakonshëm. Por ne, si zotrues të kësaj shumice të cilësuar, në lidhje me sistemin e drejtësisë duhet të udhëhiqemi nga kjo e vërtetë e madhe. Dhe duhet i shërbejmë vetëm kësaj vërtetë të madhe. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vinë. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. Spaku nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po, pa asnjë diskutim. Politika penale, procedurat penale, garancitë juridike për nënpunësit civil, dënimet alternative, rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vijat e bardha që kanë vetëm namin po jo nishanin, dhe natyrisht në radhën më të parë ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë, jo vetëm si i parim universal i lirisë dhe drejtat njeriut në një rend demokratik, po edhe si një domosdoshmëri shoqërore për një vend si yni, i cili ka dalë nga një traumë dehumanizimi, si ajo diktaturës prokurorëve dhe gjykatësve të kohës komunizmit, pasojat e cilës luajnë ende sot rolin e tyre edhe në jetën e sotme institucionale të vendit, janë çështjet tona. Në radhë parë, janë përgjegjësia jonë. Ata 58% shqiptarë dhe shqiptare që rrinë në përburgje pa gjyq, janë çështja jonë dhe janë përgjegjësia jonë. Ai numër rrënqethës që vendos Shqipërinë të parafundit gjysmë hapi para Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësimeve, është çështja jonë, është përgjegjësia jonë. Dhe këto nuk na i merr dot askush, këto nuk ja delegojmë dot askujt, dhe për këto duhet t'i përgjigjemi ne në radhë parë gjithkujt. Është një tematik e vetë vendosur në rendin tonë të ditës. Prandaj jemi angazhuar si fillim me ministritë e drejtësisë Italisë dhe të Francës, na kanë vënë dispozicion një rrjet ekspertësh më të mirët që ata kanë në fushën e politikës penale dhe të procedurave penale, me Këshillin e Europës, që po ashtu na ka vënë dispozicion ekspertët e vet, për të hartuar një dokument ndryshimesh lidhur me procedurat penale, të cilin natyrisht do ta konsultojmë edhe me Komisionin Evropian. Edhe draftin e ri të kodit penal, një punë kolosale e një grupi ekspertësh të pavarur në udhëheqjen e drejtorit të Shkollës Magjistraturës, profesor Arben Rakipit, pasi u reflektuan prej grupit edhe një lumë vërejtjesh të nxjerrë nga konsultimi publik, do ta e kemi ndarë së bashku me ata që thash, me mbështetjen e këtyre ministrive, si dhe të qeverisë së Hollandës, e cila na ka vënë bujarisht në dispozicion një ekspert me shumë përvojë. Prandaj, të qëndrojmë tek fokusi, të përqendrohemi më shumë se asnjëherë tjetër tek punët tona, dhe si përfundim propozoj që marsin dhe nëntorin ne t'i bëjmë 2 muaj të familjes sonë të madhe socialiste, që të rikthehemi tërësisht
aty ku e kemi dhe burimin e fuqisë sonë, për të hapur një odë të dialogut brendshëm me antarët e me simpatizatët tanë për gjithçka që ne duam të ndajmë me ta dhe për gjithçka ata duan të ndajnë me ne. Faleminderit shumë për durimin. Uroj dhe shpresoj që zgjatja e zakonshme e fjalës të mos ketë sjellë mërzi tek asnjëri prej jush.